Rrugtimi i regjisorit Astrid Bytyqi drejt artit dhe teatrit nuk nisi me një plan të qartë. Nga pasioni për futbollin, kontaktet e para me aktivizmin shoqëror dhe punën në organizata jo qeveritare, ai nisi ta njohë më thellë realitetin e shoqërisë sonë. Pikrisht aty lindi edhe dëshira për artin dhe skenën. Të thënë sinqerisht, rrugtimi i jam në këtë rrugë ka qenë shumë spontanisht. Sepse unë kam qenë i dhënë shumë as futbollit, kam luajtur futboll, jam kon aktiv. Kështu që pata rastin me kontaktu me një kolege teme, me një shoqe teme, e cila ka pas një organizatë jo qeveritare në Suari, dhe realizoi ke projekte të ndryshme, edhe ka pas projekte cilat bojke zakonisht për femna, për nana tona të cilat vetëm i kanë mungu të afërmit e tyre gjatë luftës, që janë konë barë e familjes, e ajo organizata bojke aktivitete për ta. Edhe për të rritë në kuadër të dukurive negative të shoqërisë tonë, duhanit, drogave, këtine. Edhe mbas asaj organizatës, unë vetëm fillova me një këtë dëshirën e të qenit aktiv në artë, në kulturë, në gjitha këto. Kam qenë një kohë i angazhuar në Kryq të Kuq si vullnetar, i Kryq të Kuq më shkurt, nisa me hi me rrjetin e problemeve tona si shoqëni. Edhe aty ka qenë një kontakt përmes KFOR-it, në fshat kur unë po jetoj, edhe me Lënditën, kemi diskutuar temat ndryshme, SBA na ka qenë shumë afër me projekte, dhe erdhi një moment kur tha që hajde bëni diçka për juve. Edhe na vendosëm atëherë me bëni shfaqje, edhe prej atëherit ka nis ajo dëshira se skena të bën për veti, po hype një herë në skenë, më gjithmonë kemi pas ëndrrën e të qenit aty. Është një magji që nuk ta jep jeta, ta jep vetëm skena. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Astrid u përball me dilemat e para jetësore. Provoi një drejtim tjetër, por e kuptoi se arti ishte rruga e tij. Më vonë, ai aplikoi në Akademinë e Artëve dhe u pranua, një moment që i ndryshoi jetën përgjithmonë. Që thashë më herët, më së përsëritna, unë kam qenë aktiv në Sarajike dhe erdhi një moment kur e përfundova shkollën e mesme dhe dosha më dhon kohë të ndryshme të jetës tam. A më marr profesionalisht me këtë punë të cilën jam të e bëj, apo vetëm me lënë si hobi e me shku diku tjetër. E regjistrova në fakultet të mësuesisë në Prizren, për shkak që unë babin e kisha mësuese dhe ai diskutimi në familje se ku me shku, normal që prindit t'japin idetë dhe okay, mendova që ideja mirë me një rrugtimin e babit, për shkak që ai ishte mësues dhe shisha si qysh viket e shtëpia, sa kohë kishte të lirë edhe po u regjistrova në Prizren, e njeka një vit, po e pash që sot gjithka e jam. Edhe u ktheva e pash u hap konkursin Akademi të Artëve vitin tjetër. Nuk e kisha dikon të afërm me temin që ç'është funksionon atje në Prishtinë, ç'a kam nevojë me përgatit, po mbas konkursit unë i bona gati letrat të pata fatin që u pranova. Dhe ka qenë një hëndër e jamja, pastaj që unë kam pas frikë dhe me tregu në shtëpi që kam aplikuar në Akademi të Artëve, se kisha me bë, mos më pranu, unë vike i nati për vetës, se lash atje fakultetin e mësuesisë dhe do isha dikun tjetër me shku, e se ka ditë kërkush që kam pas apliku. Dhe kur kam ardhë prej Prishtinës, ty thjerë njerëz që ju më pranu, një farë ëndrre, një farë gëzimi që s'muja sot me përshkru, ka qenë një ëndër e jame që nështë ku menu që s'ka me arrit, po kisha pas një këshill për të rrit, a vëdhen gjithmonë luftoni për atë synim ku do një me mëri, sepse kur nuk keni me dështu. Studimet në Akademinë e Artëve nuk ishin të lehta. Me pak student dhe kërkesa të larta profesionale, çdo vit sillte sfida të reja. Për Astridën, një nga momentet më të rëndësishme ishte realizimi i shfaqjes së diplomës, ku për herë të parë punoi me artist profesionist. Projekti i parë mbas pranimit në akademi, tani na vetëm i kemi që në Akademi të Artëve të provimet, sidomos të regjisë teatrit,
ti kemi dhënë me shfaqje të realizuara. Pikat që cilat kam ti takojnë si student dhe mënyrës se ti që shkim u zhvillu në të ardhmen bashkë me profesorin, ku kom pas faqe, kom pas një profesor të veçantë qasin që ka pas ndaj meje, edhe përshëndesa jam mirë njohës të jetën, profesorit Fadil Hysaj. Për shkak që në Akademi të Artëve ka shumë pak student pranohen edhe pavarësisht ti profesorit tonë që e ki, si mirë për gjithë profesorët aty familjarizohesh me ta, se për shkak unë e kom pas fatin që im kon një vetëmi student në Kosovë, në gjeneratën temë. Kemi qenë 2 studenta, ka qenë një vajzë prej Ulqinit edhe unë prej Kosovës. E kështu që tash, kur të rish me profesorit, çdo herë kemi ndjek ligjëratat, kemi qenë 3 persona, aty më familjarizohesh. Edhe tani është një rregull e procesit të fakultetit, cëllën që ti kemi mi realizu shfaqjet. Vitin e parë e kim 15 minuta me realizu një shfaqje, me të pa profesori, se sa po mundesh me pa ti, menaxhimi i ekipës, idetë e tua, realizimi, insistimi yt në skenë, ideja, shëndrimin në lëvizjet skenike, kostumet, ndriçimi, muzika, gjitha këto ti si regjisor duhesh mi parapa edhe mi shti në funksion. Mirë po si shfaqje ma profesionale, kur unë e kom realizu, ka qenë kërë kom brojt temën e diplomës të bachelorit, aty ka qenë në shfaqje të cilën ti nuk i pas në formë, me thonë drejt, kështu në thojza që ti u dash me u realizu ta më shfaqje profesionale që vetëm ti më kalosh pi Akademisë të Artëve edhe ti për titullin një farë profesionale që kemi realizu një jetën tonë në shfaqje. Kështu që aty ka qenë një sfidë, një farë si ankthi ndaj vetës, ndoshta ndaj e pavetdijshme, se ti kom pas aktor profesionist që ata kanë pas ma shumë karrierë jetë, se që unë kom pas jetë reale, e kështu që po kom pas fatin që kom zgjedh njerëz të duhun, që më kanë vlerësu, që më kanë vlerësu idenë, kanë pas besimin të une edhe proceset e mia. Fatmirësisht, dhe i tash nuk kom pas në i vështësi që wow, me pas dështime. Për Astrid Bytyqin, regjisor dhe të thot hulumtim, lexueshmëri dhe ndjeshmëri. Idet linden nga ajo që e prek shpirtërisht, ndërsa bashkëpunimi dhe besimi me aktorët janë thelbësor për një shfaqje të suksesshme. Tash, si regjisor, duhesh më konë shumë i lexueshëm. Kur thom shumë i lexueshëm, duhesh më konë i lexueshëm. Për shkak që gjatë hulumtimeve, gjatë kërkimeve, të leximit të gjanave, atëherë lindin edhe idetë dhe lindin ato temat të cilat ty të prekin si regjisor dhe ta jep atë intuitën që ti me menu për me realizu për në skenë. E kështu që gjatë leximit, gjatë asaj procesi, ty të vjen ideja dhe merr një vepër të cilën do me realizu me inskenua. E krijon një ide, e çmonton veprën, e monton, i jep kahje, i jep ngjyrë regjisoriale, gjatë leximit, gjatë përgatitjes tua, e ti sheh dhe nis me kriju prallën tonë në kokën tonë për cilin aktor ose kush ka më ta jetësu që të personazh ma mirë në skenë. Atëherë në momentin që e zgjedh ekipën, edhe dush më koni besueshëm dhe i vendosëm për shkak që ki përgjësi shumë të madhe kur ti e krijon një ekip, kur del me fol me aktorin, me kompozitorin, me kostumografën, skenografin, gjitha këto dush me pas shumë përgjësi të maja kur je ballafaqim me ta për shkak që idetë e tua do të më konë shumë të besueshme për shkak që procesi me kalu ma letë. Mës milion dilema dhe ekipe, sa mendësi, a gjithmonë gjatë procesit kanë mendot gjanat, do shta të paprituna, ose nashta diçka kametik që se ki menu, mirë po mbi gjitha më konë brumi kryesor i asaj që ti do me qitë në skenë, më konë i besueshëm për ekipën, se procesit anë shkon shumë ma letë dhe ma thjeshtë. Një nga ëndrat më personale të regjisorit është realizimi një filmi të bazuar në përvojat e tij si fëmijë gjatë luftës. Një ide e ndjeshme, e thellë dhe emocionale, të cilën ai shpreson ta sjellë një ditë para publikut. Të menoj njëherë me bo një film, e kom një ide për cilën unë e kom përjetu gjatë luftës, kam qenë një fëmijë dhe nëse realizoj njëherë një film, kom dëshirë me realizu idenë teme dhe diçka për përvojës teme, tjetës teme, që kom përjetu gjatë luftës. Edhe pse kam qenë i vogël atëherë,
e kam shkruar në krejt, si ide, se çka më ka ndodhur gjatë luftës edhe nëse kisha bërë ndaj film. Vete po qasin që kur nisa për këtë sen, nisi edhe zoni më hup, për shkak që është një ndjesie jamja e mbrëmshme, për shkak që ato mune me jetësu vetëm nëse unë realizoj një film, kisha pas qef me realizu atë çka më ka ndodhur gjatë luftës. Astriti beson se puna e mirë gjithmonë vlerësohet nga publiku. Për të, teatri nuk mund të ekzistojë pa aktorin dhe pa publikun. Vlerësimet dhe fjalët e mira janë motiv shtesë për të vazhduar gjithmonë më mirë. Na realisht se regjisor jemi gjithmonë mbrapa skenës, edhe gjithmonë ato të mirat i merr aktori. E na i marrim ato gabimet, s'kojnë valla s'di ç'është regjisori kanë. Jo, realisht puna mirë vrehet dhe shihet dhe vlerësohet pi publikut. Na punën më të madhe bëjmë për ta, se teatri pa gjithçka bën, vetëm pa dy gjëra nuk bën. Teatri nuk bën pa aktorin edhe nuk bën pa publikun. Pa kostume bën, pa muzikë bën, pa drita bën, pa teatr bën, se mundesh me bëllë teatrin edhe në rrugë, mirë po pa aktorin edhe pa publikun teatri nuk ekziston. E kështu që na punën më të madhe e bëjmë për publikun ton, kom pas fatin edhe mënyrën e punës cilën e kom realizu, kom pas kujdes edhe me njerëz të cilët kom punu, edhe deri sot fatmirësisht nuk kom pas kritika negative, edhe pse atë rrethin tem të ngushtë që e kam, që diskutojmë për temat tona, për tyne nuk pres asnjëherë më thonë fjalë miradije, për shkak gjithmonë edhe unë i kritikoj ata për punën, se na jemi të gabushëm në kohën që na jemi të pagabushëm. Në kohën e teknologjisë, teatri përballet me sfida të mëdha. Megjithatë, për Astritin teatri mbetet magji, një hapësirë ku e pamundura bëhet e mundur dhe ku emocionet nuk zëvendësohen nga asnjë ekran. Teatri gjithmonë ka pas sfida. Realisht sfidat më të mëdha e ka teatri me teknologjinë. Dhe ballafaqimi teknologjia dhe teatri, jo aty. Mirë po teatri është magji e jetës. Jeta nuk të afron ato që të afron teatri. Gjithçka në jetën tonë ëndër që i ki, teatri të realizon. Se ëndrat tua i ki të milionerit, të barbardhës, pavarësisht çfarë, në jetën tonë ndoshta nuk mundesh mi realizu, mirë po vjen teatr përmes një personazhi të caktuar, atëherë realizon edhe të përmbush mrena. Duartokitjet ekzistojnë kur një personazh vjen në skenë, e bjen aktori, edhe në fund ndodhin duartokitjet. Duartokitjet ndodhin për personazhin të cilin ka qenë në skenë. Edhe moment aktori, kur i merr gjithë ato duartokitje, edhe përmbushet mrena vetës vetë, kur del mrapa skenë, atëherë lirohet. Sepse çaj personazh është përmbush përmes duartokitjeve tyne. Kështu që magjia e teatrit nuk ka me mujt as teknologjia, as çdo kush me sfidue. Pavarësisht vështirësive, gjanave që kanë me ndodhur, mirë po teatri ka magjinë e vet edhe nuk mundet, i ka përballuar edhe shumë sfida të tjera gjatë gjithë këtij udhëtimit jetësor prej kur ka ekzistuar teatri, kështu që është diçka e paparashikueshme për ato se çka ndodh në skenë, pse mundet me ndodhë që kështu. Edhe pse ka punuar edhe në film, Astrid Bytyqi thot se shpirti i tij i përket teatrit. Teatri është vendi ku ai frymon dhe e sheh veten plotësisht si artist. Unë frymoj në teatr. Unë jetën, gjithçka që unë jam vetja dhe ajo që unë e shoh edhe e jetoj është skena. Unë kam pas mundësi, se gjatë rrugtimit të akademisë, 2 vite të para ka të bëjë edhe me lëndat që e përfshin edhe filmin. Unë kam realizuar edhe film për provime. Kur kam realizuar filmin e parë, profesori më ka pas thonë që pse ki shku në teatr, ti ki shumë çka mi dhon filmit, pse s'ki arë në film. Mirë po, ajo dëshira, ajo plotësimi jam se Astrid është skena, është teatr. Motivimi dhe kreativiteti i tij burojnë nga mënyra se si i sheh gjërat dhe nga dëshira për t'i përcjell ato te publiku në këndvështrimin e tij
unik artistik. Është ideja për realizimin atynve problemeve që unë i shoh në farë forme unë du mi realizu. Ajo më mban. Për shkak që pavarësisht çfarë ideje, çfarë vepre marr, unë e shoh në këndin temë, në qasjen temë se qysh e jetësoj dhe çka muj me përçu te publiku. Pavarësisht të ideve të mia, mirë po unë gjithmonë du me pas edhe qasjen e kujdesën se çka pi afroj publikut. Se vlerësoj shumë kohën, për shkak që ti vetmi diçka në jetën tonë është ma vlerëshme është koha, për shkak që s'muj me përsërit edhe një herë. Na mujna më konë bashkë edhe në ditë tjera. Në njëtin vend, në njëtin hapësirë, po mirë po në koha nuk është e njëjtë. Koha na ndryshon. E kështu që unë shumë e vlerësoj për njerëz që vinë me pa punën temë, që ndajnë kohën, largohen ndoshta prej familjes, prej fëmijëve të vet, prej nonës vet, babës, gruas, atë, edhe vjen me ta pa punën tonë, edhe ti çka pi afron atynve, unë shumë kam kujdes që të sa. Vitit që po lëm pas ka qenë jashtëzakonisht aktiv për Astrid Bytyqin, me festivale të shumta teatrore, javën e filmit dhe festivalin e fëmijëve në skenë. Puna intenzive dhe energjia e publikut e kanë bërë këtë vit nga më të suksesshmit për të. Shuria dhe ajo energjia tynve neve vetëm na rrit sa më shumë energjinë për punë, edhe atë vullnetin që na me vazhdu ta mbas përfundimin të javës të teatrit, e patëm javën e filmit, po ashtu edhe ajo java që super organizuar, njerëz të mirë pritën. Përfundoi edhe ajo, vazhdoi festivali i fëmijëve, fëmijët në skenë, e patëm para një javë, përfundoi edhe ajo, kështu që ka qenë një javë, një fund vit shumë i ngarkuar, mirë po shumë po fatmirësisht se kena punuar gjatë ton vitin, sidomos për javën e teatrit. Kena punu gjatë ton vitin, për shkak që kemi shkuar çdo vend të Kosovës edhe jashtë saj mi pa shfaqjet, mi zgjedh shfaqjet shumë me kujdes, me shumë dashni, për shkak që publiku jon ka dashur këtë vit më shumë, i kena nuhatat energjinë për komedi, dhe i kemi afruar shfaqje më shumë, përgjithësi kanë qenë 90% shfaqje në festival komedi. E kështu që kemi punuar gjatë gjithë vitit, po kemi hulumtuar, jemi konë gjithmonë proces të kërkimit shfaqjeve të cilat na menojna që publiku po ka probleme me pa. Aktualisht, regjisori po përgatitet për një projekt të ri, një tekst që e ka shoqëruar për vite me radhë dhe që tashmë mendon se ka ardhur koha për ta sjellë në skenë. Po, jam të përgatit për me një projekt të cilin unë menoj shumë kohë me realizu. Pjehon vetëm një detaj të vogël. E kom një tekst që unë ndoshta 10 vjet e lexoj. A tekst është thirrët kufoma e gjallë, kaq. Edhe sa e marr, e lexoj, e lë, e marr prap, e jap kohë, e po më duket tash i ka ardhur momenti që unë atë tekst do të më realizu. Sfidat janë pjesë e çdo projekti artistik. Sipas Astrid Bytyqit, aty ku ka vështirësi, duhet të ketë dhe zgjidhje, dhe kjo është detyra kryesore e regjisorit. Momenti që të fillon me punu diçka, sfidat veç ekzistojnë edhe problemet ekzistojnë. Se pa ekzistuar problemet, s'ka kuptime edhe e mira. E kështu që gjithmonë ekzistojnë, po gjithmonë regjisori do të më gjetë zgjidhje për gjithçka. Regjisori pas zgjidhje nuk është regjisor. Regjisori ka zgjidhje. Tash ajo më atleta më të vështira, mirë po procesi duhet me pas zgjidhje. Mesazhi i regjisorit për të rinjt është i qartë. Të mos fokusohen vetëm te vështirësitë, por edhe te bukuria e rrugtimit. Kena shumë mesazhe. Mirë po ata më së miri e dinë se çysh njihen brenda vetes vet. Ata që menojnë më marrë me artë dhe me çdo profesion tjetër të jetës vet, mos ta shohin vetëm të vështirën. Se ajo mundet me qenë vetëm pengesë. Mos të kapën gjithmonë te vështirësia, po mas pari në ta shohin te kënaqësia, te e bukura, te e mira, te jeta vet, të cilën i plotësojnë brenda vetes vet. Ata janë ta bindin veten për ato se çka dhe ku peshohin veten ata.
në të caktojnë vetës një adresë të saktë. Edhe atëherë le të luftojnë për atë rrugtim deri në adresën e saktë ku ata ja japin vetës. Kështu që pa dyshim që suksesi nuk mungon, vetëm ata do të më qenë të plotësuar brenda vetës, vetë të sigurt, mos me hi me një proces me mendime të dyshimta, apo më rrin te caku apo s'po më rrin te caku. Në momentin që të hinsh me vrapuën me vrap, atëherë dije që kimë më rrin te caku apo vazhdo vrapo për ëndrrën tonë. Të vrapojnë pas ëndrrës së tyre dhe t'i vendosin vetës një adresë të saktë se ku duan të arrijnë.